Arafat, dita më e mirë në të cilën lindën dielli. Pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmi Arafah." Dita më e mirë dhe më e bukur në të cilën lindën dielli është dita e Arafatit. Arafat, ditë të cilën e përmendi Allahu xhelle xhelalu në librin e tij të madh dhe të shenjtë, tha: "Fa idha afadtum min Arafat, fa idha afadtum min Arafat, fadhkurullah 'inda al-mash'ar al-haram." E kur të zbritni prej Arafatit, kujtojeni Allahun e madh te bareke ve teala tek mash'ar al-harami, i cili është Muzdalifja. Arafat, për të cilën ditë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yawmi Arafah, inni la ahtasibuha 'inda Allah an tukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Dita e Arafatit, agjërimin e të e shpresoj tek Allahu, që Allahu dhe na i falen mëkatet e vitit që ka kalu dhe mëkatet e vitit që vin. Allahu akbar, Allahu akbar. E kush prej nesh ju vëllezër nuk i ka bën mëkate Allahut? E kush sot në këtë ditë të madhe nuk e shpreson falje dhe mëshirën e Allahut?